Zonë Leshi, ky raport që keni sjellë tu nuk është veprimtaria juaj, është e paraardhëses tuaj. Domethënë është periudha paraardhëse. Kështu që do të referohem pyetje përgjigje si pata me paraardhësen tuaj, kur erdhi këtu për të raportuar për vitin 2024 në mos gaboj. Më bëri përshtypje që tha që kishte ngritur 16 grupe inspektimi gjatë fushatës elektorale për të parë nëse në një nga këta të punonjësit të shërbimit civil të administratës shtetërore kishte marrë pjesë në fushatë apo s'kishte marrë pjesë në fushatë dhe rezultonte që asnjë s'kishte marrë pjesë në fushatë. Ndërkohë që jam deputet i opozitës në këtë vendin tonë të vogël dhe që unë vetë dëshmoj për në punës të administratës, në punës civil, të cilët kanë marrë pjesë aktive në fushat, e kanë publikuar në rrjetet e tyre sociale, në Instagram, në Facebook, ku kanë mujtur në orar të punës të shkuar si shtaf elektoral, aty ku ishte caktuar ministri, apo drejtori i përgjithshëm, ku ishte caktuar partia, në Dibër, në Kukës, në Hast, në Vlorë, në Fier, në Levan, e kudo. Bëm në një libër, janë 900 faqe shkoj apo 600? 1000 faqe, 900 e ca faqe. Po. Me pamje filmike, fotografike të punonjësve të administratës, pjesë rëndësishme e cilëve dhe në punës të shërbimit civil, të cilët kanë marrë pjesë aktive në fushatë elektorale. Por nuk është vetëm kjo çështja. Kemi një problem shumë të madh që nuk mund ta kalojmë kështu. Raporti OSBE Odirit për vitin 2025 ka qenë vitin 2015 që ke rekomandime nga 35 rekomandime e ngren në renditje përfshirjen e administratës publike dhe njësimin e partisë me shtetin, partisë në pushtet me shtetin. Dhe ka 3 raporte të fundit ku thotë nuk ka më vit demarkacione midis partisë dhe administratës publike dhe shtetit. Që do të thotë nuk jemi në situatën ka diçka që të shkon. O gënjen, ose bëjë o dirë herë në fund e kishte informacione të dorës së parë, dëshmuam, ne, jo na tha opozita, si do të zakonisht. Opozita pretendoi se, vëzhgues pretenduan se, jo, thot, informacione të dorës së parë, për përfshirjet administratës publike, nuk ekzistonte më vija demarkacionet në shtetet dhe partisë në pushtet. Këtu, në vazhdon të na rezultoj që nuk ka marrë pjesë njëri në fushat, punonjësit e shërbimit civil janë ndërgjegjësuar dhe nuk e kanë shkelur ligjin e në punësit civil, ndërkohë që edhe vëzhgues të pavarur, edhe opozita, ju thotë që e kanë shkelur ligjin, sepse vetë në rrjetet sociale, gjatë orarit punës, në një vend ku nuk mund të ishin dhe në orën në Dibër, shkohet nga Ministria në Tiranë, ti është në orën 11 në Dibër, të kesh qenë dhe në zyrë në atë kohë. Fjala vjen, ha? Janë në rast të këta 900 faqe libër. Po ta thash opozita gënjen se caliut janë ata është gjëra që ndodhin. Ose bëje o dirit ta thot. Masive, kapilare, nuk ekziston më vit demarkacioni. Tash këtu ka i problem. Dhe pyetja që kam unë nuk është se kush nuk ka funksionuar. Këta 16 inspektorët dhe grupet e hetimit që kanë hetuar e kanë brenda job description rrogës së tyre këtë punë apo marrin në dietë më shumë, na kushtojnë më shumë në gjatë kohës që hetojnë këta dhe nuk gjejnë që ka pasur shkelet ligjit? Kjo është pyetja në thelb. I paguajmë në gjatë kësaj periudhe çik më shumë apo e kanë brenda rrogës? E kanë brenda rrogës, domethënë, ha? Faleminderit. Kjo kaq ishte. Nuk na marrin tjera. Jo. Faleminderit.